Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Të nderuar të pranishëm, profesor, studiues, student, përfaqësues të institucioneve fetare dhe shkencore, miq të dijes. Të nderuar anëtarë të kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, i nderuar ministër Enver Hoxhaj, i nderuar atashe për çështje fetare Zotri Bunjamin Albajrak, të nderuar vëllezër nga Shqipëria në krye me zotriun Ferit Piki, të nderuar familjarë të Ali Jakupit, zonja dhe zotrinj. Në historinë tonë kombëtare dhe fetare, ne ndriçojmë figura që me jetën dhe veprën e tyre dëshmojnë idealet më të larta të dijes, përkushtimit dhe shërbimit ndaj fesë dhe dhëut. Një ndër këto figura të ndritura është dhe imami ynë, Efendi Ali Jakupi, një imam, mësues, shkencëtar, përkthyes dhe dietar i shquar i Kosovës, i cili të jetën e tij kushtoi përhapjes së diturisë së fesë islame dhe forcimit të identitetit islam. Ani pse ishte njëri ndër personalitetet më të njohura islame të shekullit të kaluar, personaliteti i tij fatkeqësisht ka mbetur në harresë ndër shqiptarët. Formimi fetar dhe shkencor i dietarit të shquar shqiptar Ali Efendi Jakupit u brymos që në moshë të hershme në vendlindje, në xhirin e një familje të njohur për trashëgimin e saj arsimore dhe fetare. Familja e tij rrithej nga një trunk me traditë të theksuar në dijet islame dhe në përkushtimin ndaj arsimit. Gjyshi i tij Haxhi Jakupi kishte kryer studimet në medresen e Nishit të asaj kohe, ndërsa babai i tij Hafiz Huseni kishte ndjekur studimet në medresen e famshme Fatih në Stamboll. Formimi fillestar i Ali Efendi Jakupit përfshinte njëkohësisht ndjekjen e shkollës fillore në Gjilan dhe mësimin e Kur'anit dhe të shkencave fetare nga jati i tij. Përgjatë viteve 1924-27 ai vazhdoi studimet në medresen Atik në Gjilan, ku krahas programit zyrtar mori mësime edhe nga dietar të njohur lokal si Mulla Kadri Efendiu dhe Mudarris Abdulrahman Efendiu. Pas përfundimit të medresesë Atik, ai vazhdoi mësimet në medresen e Shkupit, Meda, në të cilën mësues kishte hoxhën, arsimdashësin dhe patriotin e minjohur shqiptar, Efendiun Atallah Kurtishin. Pas përfundimit të mësimeve në medresen Meda, ai u kthye në Gjilan si mësues në medresen Atik. Në vitin 1930 Ali Jakupi u regjistrua në Mektebin Nuvab në Sarajevo, një institucion i profilizuar për përgatitjen e gjykatësve të shariatit dhe ku studiohej në një nivel të lartë teologjik dhe juridik. Megjithatë, pas ndërrimit të jetës së babait të tij në vitin 1932, ai u detyrua të ndërpriste studimet dhe të kthehej në vendlindje. Në fakt, më rëndësi që duhet përmendur është edhe ajo se në kohën kur halifi i fundit i Perandorisë Osmane, Sultan Mehmed Reshati, vizitoi Kosovën më 1911, gjyshi i Ali Jakupit shërbente si mufti i Gjilanit. Ai në emër të qytetarëve të Gjilanit përshëndeti zyrtarisht sultanin, i cili i impresionuar nga pritja e ngrohtë dhe madhështore mori përsipër që me mjete personale ta financonte përfundimin e xhamisë së papërfunduar të Shehzades në Gjilan. Kjo xhami më pas u bë një ndër objektet fetare më të mëdha në Kosovë, duke mbetur simbol i trashëgimisë islame në rajon. Të nderuar të pranishëm, nga ajo që thamë më parë, shihet se Efendi Ali Jakupi ende pa shkuar për studime në Universitetin Al Azhar të Kairos, kishte njohuri të shumta fetare dhe shkencore, të marrë nga ulema dhe pedagog të shumtë nëpër medreset tona të asaj kohe, dhe mësimeve të marrë nga dietarë islam të shumë trojeve shqiptare. Në një epokë sfidash të mëdha për shqiptarët, Efendi Ali Jakupi në moshën 23 vjeçare me këshilla, sugjerimet, mbështetjen dhe propozimin e familjes niset nga Kosova për në Shkup, nga ku shkoi më pas në Selanik për të marrë vizën për të udhëtuar me vonë drejt qendrës së famshme të dijes islame Kairos, për të vazhduar studimet në universitetin më të vjetër në botë Al Azhar, për ta kërkuar atë që Zoti Xheleshanu ka ngritur lart mbi shumë të tjera, dijen. Derisa priste vizën për në Kairo, Hoxha Ali Jakupi shërbeu si imam Ramazanin në Trakin perëndimore të Greqisë. Besimtarët e Trakisë, duke parë zotësinë, dijen dhe sinqeritetin e lartë që posedonte Hoxha Ali Jakupi, eftuan që për muajin Ramazan të vitit të ardhshëm t'ju vinte sërish. Hoxha Ali Jakupi mbajti premtimin e dhënë dhe me anije nga Aleksandria u kthye në Greqi për të shërbyer xhamatit të Trakisë, të cili u kishte premtuar se do të kthehej për Ramazan. Formimi fetar dhe intelektual i Hoxha Ali Jakupit e nisur që në vendlindje mori një trajt më të thelluar dhe profesionale pas arritjes së tij në Egjipt, ku në vitin 1936 filloi studimet në Universitetin prestigjioz Al Azhar, në një nga qendrat më të njohura të shkencave islame në botë. Hoxha Ali Jakupi bashkë me studentë shqiptar, shejt të fik islamin,
Nahin, Imam Vebi Ismailin, Hysen Efendi Latifin, e tjerë, të cilët kishin shkuar për të ndjekur mësimet në Al-Azhar, patë fatin që për mësues të tyre ta kishin shejhul Islamin e fundit të perandorisë osmane, Mustafa Sabriun, i cili pas shpërbërjes së halifatit më 1924 ishte shpërngulur në Kairo. Më vonë Hoxhali Jakupi u bë shoqërues i pandari shejhul Islamit, Mustafa Sabriut, i cili shpeshherë e prezantonte edhe si këshilltar të tij. Pas përfundimit të studimeve në Al-Azhar, Ali Jakupi u angazhua në Bibliotekën Qendrore të Universitetit të Kairos, më vonë edhe si lektor në Universitetin e Kairos. Pozita që mbante i krijoi mundësinë e kontakteve të drejtë për drejta me literaturën e pasur islame, enciklopedi ndërkombëtare dhe me personalitete të shquara të dijes nga vende të ndryshme të botës. Kjo nga se Hoxha Ali Jakupi njehte 7 gjuhë të huaja: arabishtën, persishtën, frangjishtën, anglishtën, turqishtën, serbishtën dhe osmanishtën. Pra, duke qenë një poliglot, u bë ulise ndërmjet kulturave dhe dietarëve. Në këtë mënyrë ai përmbush edhe një tjetër porosi islame, afrimin e njohurive për të gjithë ata që ishin të interesuar. Kjo përvojë shndrua në një burim të rëndësishëm të zhvillimit të tij akademik, të një dietari, të karakterit hulumtues shkencor, duke i dhënë një dimension ndërkombëtar dijes së tij. Pas kësaj përvoje të madhe të vituar në Kairo, si edhe duke e parë se Kosova ishte aneksuar nga Serbia, Efendi Ali Jakupi vendosi të mos kthehej më në Kosovë, por ta lë Kairon e të udhëtoi në drejtim të Stambollit, ka ku ai do të kontribonte për fenë dhe arsimimin e gjeneratave të reja. Efendi Ali Jakupi me të vendosur në Stamboll, në një tjetër vatër të rëndësishme të dijes islame, u bë një ndër figurat më të njohura aty edhe në Turqinë, në edukimin e brezave të rinj për dekada me radhë. Afër shtëpisë ku banonte kishte një xhami të vogël në të cilën bante ligjërata të rregullta. Përveç kësaj bante ligjërata në xhami dhe shtëpi të tjera, duke shndruar kështu edhe shtëpinë e tij në një mësojtore të përhershme. Në për të gjitha ato hapësira, ai ligjëronte nga lëndja e kelamit, tefsirit, fikut dhe shkencave të tjera islame. Ai lexonte dhe shpjegonte para të interesuar dhe studiuesve edhe vepra të një rëndësie të veçantë siç ishin Ihya Ulumuddin, Edebu Dunya dhe din e tjerë. Përmes ligjëratave të tij, Efendi Ali Jakupi për një kohë të shkurtër u bë adresë e njohur për hulumtuesit dhe studiuesit shkencor. Hallkat mësimore të Efendi Ali Jakupit tërheqin jo vetëm studentët e shkencave islame, por edhe të rinj dhe të rriturit të angazhuar në shkencat humane, sociale dhe inxhinierike. Një numër i konsiderueshëm i pjesëmarrësve në këto mësime u angazhuan me vonë në institucionet akademike dhe arsimore, si fakultetet teologjike, institutet për mësim përmes të Kuranit, si dhe fakultetet e letërsitë dhe të historisë. Ali Jakupi përmes komunikimit, kontakteve dhe ligjëratave të tij, kontriboi me përkushtim në formimin shpirtëror dhe intelektual të qindra nxënësve dhe studentëve, duke jetësuar porosinë e Zotit të madhruar, i cili në Kur'anin famuljar të thotë: Allahu do të ngrejë në shkallë të lartë ata midis jush që besojnë dhe që është dhënë dije. Allahu di çdo gjë që punoni. Ky vlerësim dhe kjo ngritje e dietarëve për Zotit është një afirmim i lartë i pozitës së dietarëve, të cilët gjithmonë kanë qenë dritë dhe udhëzim për shoqërinë islame, në çdo kohë dhe vend. Një ndër këto drita ishte edhe Hoxha Ali Jakupi, një personalitet që nuk ishte vetëm një barës i dijes, por edhe një shpirt modest në shërbim të fesë, kombit e njerëzimit. Të gjithë ata e që janë të shumë, të cilët unë personalisht i kam takuar dhe kam biseduar me ta nga ishë nxënësit, studentët, imamet apo shokët e tij, qofshin ata turq, kurd, shqiptar e tjerë, gjatë rrëfimit për personalitetin e tij, që të gjithë janë përlotur kur përkujtonin hoxhën, mësuesin dhe pedagogun e tyre. Në shenjë falënderimi dhe respekti për dijen, personalitetin dhe mbresat që kishte lënë tek ata Efendi Ali Jakupi. Është më rëndësishme të theksohet se Efendi Ali Jakupi në përputhje me parimet e tij të thella etike dhe shpirtërore, nuk pranoi kurrë pagesë apo kompenzim për përpjekjet e tij arsimore. Në këtë frymë qëndrimi i tij parimoru përmbledh qartë në një nga thënjet e tij më të njohura: Mua hoxhallarët e mi kurrë nuk më kanë marrë para, dijet fetare nuk mësohen me para. Ai përkiste asaj plejade të dietarëve që pas fjalëve të Muhamedit alayhis salam u thotë: vërtet dietarët janë të shikimtarë të pejgamberëve. Hoxha Ali Jakupi ishte mishërim i këtij ideali. Ai jo vetëm që mësonte, por edhe edukonte, jo vetëm që transmetonte dije, por edhe formonte karakter. Të nderuar dashamirë të dijes. Ndonse Ali Jakupi ishte shpërngulur përgjithmonë në Turqi, ai asnjëherë nuk e harroi vendin e tij të lindjes. Në çdo mes që ndodhej ai ishte i njohur si Hoxh Ali Jakupi nga Kosova.
Kjo nuk ishte vetëm një nofk, por ishte një dëshmi se identiteti i tij kombëtar dhe ai fetar ishin të pandashëm. Ai ruajti krenarinë origjinës, duke përfaqësuar me nder popullin e traditën islame të Kosovës në një arenë më të gjë ndërkombëtare. Largimi i detyruar me dhunë nga dheu i qindra mijëra shqiptarëve. Nuk ishte vetëm ndarje nga vatani, por qarje dhimbshme nga gjuha, kujtesa, shpirti, rënje dhe nderi. Ishte një plagë që nuk e shëron as koha dhe as largësia. Ai që e lë vendin e vet, i shtyr nga dhuna, bart me vete dhëmbjen si hije dhe peshë të pandar, ndërsa mallin për vatanin si një shqetësim dhe breng të përhershme, duke kuptuar se në heshjen e tij rëndon historia e në qendresën e tij jeton dinjiteti. Shembulli i Hoxha Ali Jakupit, siç e thërrisin nxënësit dhe shokët e tij, është një mishërim i kësaj dhimbje, por dhe i krenarisë që nuk përkulet, ndonse ai migroi i shtyr nga dhuna, ai asnjëherë nuk u dorëzua. U largua nga toka, por jo nga ideali. Dhe kështu dëshmia e tij jeton si kujtim dhe frymëzim për brezat që kuptojnë se migrimi i detyruar është një dëshmi e një padrejësie themelore, por edhe një vulë e një qendrese të pashoqe. Mendoj se duhet rifreskuar memorien shqiptare me të vërtetët reale që ekzistojnë, pa hezituar se kush janë ata, duke u bërë me dije se në periudhat e vështira për kombin dhe fen, ishin dietarët ata që qëndruan në ballë, duke i ruajtur dhe mbrojtur popujt me urtësi dhe përkushtim. Një prej tyre ishte Hoxha Ali Jakupi, i cili veproi në Stamboll dhe nga aty kontriboi në mbajtjen gjatë të gjegjes kombëtare dhe shpirtërore edhe të shqiptarëve, si në Turqi ashtu në vende tjera. Ai përçoi vlera fetare dhe adetare, duke i shërbyer popullit shqiptar, edhe në largësi me fjalën, dijen dhe qëndrimin e tij të palëkundur dhe burroror. Ai nuk u ligështua, nuk u zbraps në mërgim, por qëndroi i palëkundur duke kthyer dhëmbjen në forcë shtytëse. Mërgimi e bëri një tribun për përhapjen e dijes, duke u bërë zë i fuqishëm në mbrojtje të dinjitetit dhe identitetit të besimtarëve, në veçanti të atyre shqiptarë. Ai dha aq shumë nga mendja, koha dhe përkushtimi i tij saqë edhe padashje të disave emri i tij është gdhendur në kujtesën e mirënjohjes dhe librat e pavdekësisë. I lindur dhe i rritur në Kosovë, por i kalitur me dije në horizontet e diturisë universale islame si në Kairo dhe Stamboll, Efendi Ali Jakupi mbetet një nga figurat që mishëroi në mënyrë të rrallë simbiozën ndërmjet besimit dhe identitetit kombëtar. Ai dha fjalës autoritet dhe mendimit peshë, duke folur për udhëzimin dhe vetëdijesimin e masës së gjerë. Ka katedrat e mërgates, ai artikuloi një vizion të kthjellët të islamit si kulturë, si frymë dhe si përgjegjësi ndaj shoqërisë. Ai dëshmoi se shërbimi ndaj fesë dhe kombit nuk është çështje territori, por çështje përkushtimi pa lëkundur ndaj një vizioni të qartë. Kontributi i dietarëve islam kudo që gjendeshin si në Kairo, Damask, Amman, Stamboll e tjera, ka qenë burim i pashtershëm i ruajtjes së identitetit kombëtar dhe fetar të shqiptarëve, në mesin ku ata jetonin, por edhe më gjerë. Hoxha Ali Jakupi, i cili jetoi dhe veproi në Stamboll, ishte një prej figurave të ndritura që përmes dijes dhe përkushtimit të tij ndikoi në formimin e shumë personaliteteve dhe me ndikim brenda shoqërive të tyre dhe në përmasa botërore, siç ishte edhe vetë nxënësi i tij Ekmeluddin Ihsanoglu, sekretari i përgjithshëm i konferencës islamike. Të nderuar të pranishëm. Për dietarin e madh shqiptar i cili jetoi në Turqi mbi 3 dekada ku edhe më pas vdes, mund të themi se ishte një dietar i madh i shekullit të kaluar, i cili kishte një formim fetar dhe kulturë të lartë, i njohur, i respektuar dhe shumë i çmuar në përbot, por çuditërisht i harruar ndër shqiptarët. Siç po shihet në mesin e shumë dietarëve shqiptar, që kanë kontribuar në botën islame dhe janë anashkaluar dhe harruar nga vetë hapësira shqiptare, veçohet edhe figura e Hoxha Ali Jakupit nga Xhilani. Edhe pse kishte përgatitur të nivelit të lartë dhe përkushtim të sinqert ndaj dijes dhe kombit, ai mbeti jashtë rrëfimeve tona institucionale, jashtë teksteve tona dhe jashtë vetdijes son kolektive. Pikërisht për këtë arsye jemi sot këtu, për të korrigjuar një harresë, për të nderuar një vlerë dhe për të dhënë brezave të rinj një shembull të dietarit që nuk jetoi për fam, por për të vërtetën dhe në shërbim të tjerëve. Hoxha Ali Jakupi përfaqëson modelin një dietari klasik dhe shumë modest, por me një autoritet shpirtëror dhe intelektual të pakrahasueshëm. Ai ishte edhe një figurë e ndërgjegjes kombëtare që e lidhi dijen islame me realitetin dhe nevojat e shoqërisë shqiptare. Por
pavarësisht kësaj pavarësisht këtij formimit të jashtëzakonshëm dhe ndikimit të tij në rrethin e nxënësve dhe bashkëkohësve, ai mbet jashtë vëmendjes institucionale të Kosovës. Asnjë institut nuk e ka trajtuar e as dokumentuar siç duhet kontributin e tij. E kjo është një padrejtësi e qartë kulturore ndaj një dietari që sot do të mund të shërbente si model për harmoninë ndërmjet dijes fetare dhe identitetit kombëtar. Ajo që e bën këtë figurë dhe më të veçantë sot është kontrasti i dhimbshëm mes njohjes që gëzon ky dietar i kalibrit të lartë në botën islame dhe harresës së emrit dhe kontributit të tij në trojet shqiptare. Prandaj themi se ndriçimi i figurave fetare dhe kombëtare nga harresa kolektive është një detyrë me rëndësi të veçantë për vetdijen kombëtare, ruajtjen e identitetit dhe forcimin e lidhjes me rrënjët historike shpirtërore të një populli. Është një amanet i heshtur, i cili vazhdimisht troket në ndërgjegjen tonë si shqiptar. Roli i kujtesës historike në identitetin kombëtar dhe kujtesa kolektive janë themeli mbi të cilën ndërtohet vetdia kombëtare. Kur harrojnë figurat që sakrifikuan për lirinë, fenë dhe kulturën tonë, ne në fakt rrezikojmë të humbasim orientimin tonë si popull. Andaj, të ndryshosh figurat e mohuara, të burgosura, të anashkaluara, apo edhe të shtrembruara nga regjimet e kaluara, është një akt drejtësie, jo vetëm për ta, por edhe për shoqërinë. Është thënë shumë herë se kur vdes një dietar qahen shtyllat e qiellit, e umetit. Por kur kujtojmë dhe nderojmë këta dietar, siç ne po e bëjmë sot me hoxhën tonë Efendi Ali Jakupin, ne i forcojmë ato shtylla, duke mbajtur gjallë amanetin e tyre. Efendi Ali Jakup Kosova, siç e njeh në gjithë në Turqi, pasi smundje të gjatë vdes në 1988 në Stamboll, ku edhe u varros në varrezat e dirën e kapin në Stamboll. Këtë fund, edhe sot kur e kujtojmë hoxhën, mësuesin shkencëtar dhe patriotin ton, Efendi Ali Jakup Kosovën, mund të themi se me vdekjen e dietarëve të kalibrit të Efendi Ali Jakup Kosovës shuhet një pjesë e trashëgimisë profetike, nga se dietarët janë trashëgimtarë të pejgamberëve. Andaj me të drejtë mund të themi se Ali Jakupi nuk ishte thjesht një dietar në dëm, por ishte një institucion i gjallë i dijes, devotshmërisë, edukimit, arsimimit dhe përkushtimit ndaj të vërtetës. Një zë i urtësisë, të cilën e përbironte në përvrimin e gjelpërës, në atë kohë të zhurmshme e përplot sfida, në kohën e përsekutimeve me metodat më të vrajshme për besimtarët musliman si në Kosovë ashtu edhe në Turqi. Ai ishte një zë i urtë që dinte si të arrinte të veshë atyre që kishin aq shumë nevojë për ta dëgjuar atë në ato kohë trazirash. Ishte shembulli më i mirë i një dietari i cili çdo gjë e posedonte. Çdo gjë që posedonte, pra kohën, shëndetin, shtëpinë, dijen, por edhe gjumin në shumicën e rasteve ia fali shërbimet për Islamin, duke e ditur se dija është ushqim i shpirtit, derisa dietarët janë fanarë që ndriçojnë mendjet e njerëzve. Nga sa ata janë sikur se yjet në qiell, nëpërmjet të cilëve udhëheqin njerëzit në errësirë. Janë forca më e madhe edukative e brezave, janë në vazhdimsi shembull model të përkushtimit dhe sakrificës. Le të jetë kjo tryezë një zgjim i ri për institucionet tona shkencore dhe fetare, që të nxjerrim nga harresa ato figura të mëdha dhe t'i kthejmë brenda shoqërisë sonë, që të jenë burim, reflektimi, frymëzimi dhe përkushtimi brenda kombit tonë për brezat e rinj. Zoti e mëshirov dhe shpërbledh për dijen që ka përhapur dhe për kontributin e madh që ka dhënë. Zoti Gjeleshanu e bashkoft hoxhën tonë me pejgamberët dhe dëshmorët në Xhenetul Firdevs. Po e mbylli fjalën time me një thënie të Imam Aliut radiallahu anhu, i cili ka thënë: dietarët jetojnë edhe kur trupat e tyre prehen në varr. Ignorantet janë të vdekur edhe pse ecin mbi tokë. Ju falenderoj.